kaluar në një moment tjetër. Ajo është një mysafir goxha i shpesh në spektaklin ton. Ajo është një arsimtar, ajo është një profesor, është një këngëtar, është një artist dhe sonte vjen me një sebeb tepër të veçantë, zonja zotëri, për ju, për ne, për të gjithë, zotëri Gani Hyseni. Hajde Gani. Gani, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. Zakonisht flasim në këmbë, po sot po ulemi kështu. Kur ligjeron para nxënësve arrin në këmbë? Çdo herë veç në këmbë. A veç në këmbë? Veç këmbë. Ta në orën këmbë? Veç këmbë. Ka sa orën ditët bjen mi majt për shembull? 6 orë. 6 orë? 6 orë 45 minuta, a janë 40 tash? 40 varet tash, po se varet për shkollës. Do shkolla kanë 45 do 40. A po? Po. Që nuk është rregull kjo për të gjithë? Diko nuk premton hapësira, do të thotë, janë ndrimi paradite dhe masdite. Realisht është 45, po jo gjithkohë është 45, ka mundësi edhe 40. Në vitet... Me lejo Naim Sport përshëndes ty, stafin tënë, solistet, grupin e aktorëve, kameramanet, regjisorin, mirtonin dhe gjithë të lëshiqus tuaj. Për mua është çdo herë kënaqësi që jam pjesë e Odeonit. Faleminderit, Gani. Gjatë viteve 90-ta, do më thamë prej vitit 90-91, mësimi zhvillohej në për shtëpi shkolla, në për disa shkolla ku mund të qëndronim akoma, ku na lojshin e kështu. Ke qenë arsimtar? Ku fillove të punosh si arsimtar? Në fillim, na kam fillu për të parë në Raskov. Në Raskov? Cili vit? Në vitin 1992. 92-ën? 92-ën, edhe kom qenë mësim dhënë si edukatës muzikore. Edukatës muzikore, ishe i ri, sigurisht. Po. Shumë i ri. Shumë. Sa po kishe mbaru, ha? Gjatë atyre viteve, ke lëviz pastaj? Po, prej atyre viteve... Kur u ktheve në bazë të venit? Disa vite më vonë, dhe kam kalu në Stanov Solt, po vlen me theksu se për atë parë po përmendi, kam qenë edhe një pjesë, aty sa kam punu pak, kam qenë drejtor një vit e gjysmë, derisa është ndërtu shkolla, që atër ka qenë shkolla fillore Shkëndia në Stanov Solt. Dhe tash e ka e me... A që i ri prej arsimtarit u bonë edhe drejtora? Vetëm kohën sa ka qenë, a im kam qenë i bjen viti 97-98, shumë mirë që e përmene, se unë asë njerë se kam përmene këtë rast, sa ka qenë pa pare, me qenë drejtor, edhe sa ka qenë pak ma Gjigja Buba. Ma Gjigja Buba? Po. Ajo, do më thënë kohë të vështira, ndërhyrjet shpeshta të policisë, të sërbë, në për shkolla, a ke përjetu me të hynë në klasë, me të hynë shkollë? Jo vetëm afer shumë, na i kemi edhe kështu aspekti fizik, është shumë afer, sa në Solt me Preluzhën. I bjen vija aerore 250-300 metra, stacioni policor që ka qenë atë. Ke qenë një orë edhe koqa si kërë në gritë, sa të ka ndodhë me të gjumë mrena atje në jere? Jo, mrena jo, veç më ka ndodhë me pas pak incidente me ta. Me pas përplasje incidente me ta. Me të niq me 101, me zastava që kanë pas në atë ku policia ty. Ma ta 101 ta? 101. Të kanë djekë të njëra? Po njëre po. Qka, i ke orave se në Stanov se kënani? Jo, diçka ka qenë aty një incident aty afer të bashkë të stacioni policiori ty. Shoqëria kulturore artistike Hasan Prishtina, 1996-98 vushtëri. Kemi qenë bashkë, keni qenë edhe shoqëria dhe kemi folë shumë dhe pse pa të qujtë Hasan Prishtina atëherë kur e dini që një Hasan Prishtin veç është në qytet? Edhe na im falenderi shumë për këtë pyetje, po se edhe herën e kalume kur kemi qenë para 6 muajve, sikur ata hezitoj që nuk e di pse ata profat kanë qenë më herët, i kom pasur edhe profat Shabanin e Ferati këta ka qenë profat të njoftën, po se kërjo shumë ankëshin kësojna pjesë se kjo shoqëri realisht është formu në vitin 1995 dhe një vit ma vonë është regjistru me vule. Po Hasan Prishtina egzistonte në ushtëri? Po shoqëria kulturore artistike Hasan Prishtina 96-98. Po na im nëse himi... Prandaj, edhe atër kam dashur më pyet. Se ja keni vu Hasan Prishtina, a u frigut që u mbyll atje fare se nuk vepronin ata, apo qa? Jo, në atëherë ka qenë ajo kohë, na ime pa kohë, kur veç ato janë mbyll, ato do të thotë institucionet tona. Na kemi vepru, do më thonë,
në atë kuptimin të shtetit tonë. Do më thonë, kjo është. Po. Unë mbyll ajo atje, keni dashur me zgjukt edhe me regjistru në Republikë Kosovës. Ashtu. Edhe është regjistruar është formu në 95-ën dhe është regjistruar në vitin 96. Këtë detaj doshta me tregu. Dhe është regjistruar në organet tona shtetërore. Dhe është edhe me vull, do të thotë. Po 3 elemente në sin kronologji na e njohur me vull, me të gjitha me vull të Republikës Kosovës, por domethënë çështja ishte pse ju pyeta, domethënë a u frigut që u mbyll ajo. Do të tregoj një përvojë tonën. Un kam qenë pjesëtar i shoqënisë kultur-artistike atëherë, tash ansamblit Bajram Curri, dhe kur u shtru ideja para nesh që ishim në Bajram Curr, para një kryetarit të ndëruar, shumë të ndëruar, Demi Bërdemajt dhe të tjerëve, u shtrua një kërkesë. A ka mundësi me ja dhënë garderoben, instrumentet, edhe lokalet, ansamblit Shota, që të funksionoj, të gjithë kanë thënë po, le të funksionoj ansamblit Shota se janë profesionista, se na, si Feniksi, do të rizgjohemi dikun tjetër. Dhe kështu ka ndodhë. Këtu e kisha dhe fjane. Po të mos e bëjmë shumë vetëm te kronologjia na im dashta këtu është se nëse him në kronologji ose zanafil, në atë kohë kanë vepruar shumë shoqëni. Vitet 80 aty e din ka pas ndoshta edhe me qindra, ndoshta edhe më tepër, por 3 elemente që ka pas kjo shoqëri dhe nuk e ka asnjë shoqëri tjetër ka qenë performanca e koncertit, 21 koncerte në luftë, regjistrimi në luftë dhe pagesa e 3% që shtetin tonë mbrana, domethënë kohës së okupimit. Klasik. Këto 3 elemente do më thoni. Duke ju falenderu këtë kësaj, që keni qenë shumë aktiv, shumë rezistent, dhe po edhe transparent, të dukshëm, në mas, ku kanë përcjell shumë, tash ju keni shtruar një kërkesë në komunën e Vushtërisë, kërkesë për njohje dhe vlerësim të kontributit të shoqërisë kultur-artistike Hasan Prishtina 1996-1998 Vushtëri. Po, kjo kërkesë, a do të ngushtohet veç aty, apo a I paraprin mundësisë që të reaktivizohet në fundit me një emër tjetër? Na sa I përket kësona kërkesës, që aty ndërreshtin e parë kjo është kërkesë, ideja jamja ka qenë, që kanë përkrahur një zërit gjithë shoqëria kultur-artistike Hasan Prishtina 96-98, Vushtëri. Qëllimi ka qenë që kjo shoqëri mos të jetë nën hije dhe të lënë gjurmë, sepse çdo artiste, solist apo soliste, dhe në takimet e poeteshave të fitohet ky çmim që na kemi procedu në komunë, shoqëria kultur-artistike Hasan Prishtina 96-98. Aha, do më të jetë çmim. Këtë kërkesë për njohje dhe vlerësim të kontributit, ju doni ta shndroni në çmim që do t'ju jepet artistëve, e që do të quhet Hasan Prishtina 96-98. 96-98. SKA është më të mëdha, shoqëria kultur-artistike Hasan Prishtina 96-98 Viz Vushtëri. Sepse me këtë emër kemi funksionuar edhe në kohë lufte. Ju doni që kjo vetëm të jetë çmim, po. Në çmim artistik. Të pari po fillon atë Vushtëri të jetë edhe çmim nacional, nuk është ajo. Po me shpresë që ta. Në këtë kontest, qa keni bërë dokumentacion të duhur, faktografi? Po, I kemi shumë pyetje e qëllume. Një përgatitje bazë në mënyrë që të shndërrohet në çmim. Ase pa çmime nga më të ndryshme. E vërtet. Për dallim prej aspektit verbal, veç me fjalë, na të gjitha I kemi të dokumentuara me video fakte. Do të thotë, me video kasetat asaj kohe që kanë qenë, na I kemi krejt, domethënë edhe koncertet. Dhe pasi jemi këtu prej 21 koncerteve, 2 deshta me veçu, është koncerti Anton Zakoçajupi që kemi performuar 3-4 herë në atë shkollë aty, dhe është koncerti në Dumnic, kur I vendoset emri shkollës Jusuf Gërvalla. Dhe aty në koncert merr pjesë legjenda e rezistencës Adem Demaçi dhe nëna e Bardhash dhe Jusuf Gërvallës marrin pjesë në koncertin tonë. Që tash do të thotë, na I kemi edhe me video fakte. Dhënia e çmimit artistik tradicional më prestigjioz ose çmimit më të rëndësishëm vjetor, kështu doni me radhit, në manifestime të veçanta që I organizon Komuna e Vushtërisë për artiste, soliste, poet apo poete që zënë vendin e parë.
me emrin Shoqëria Kultur Artistike, Hasan Prishtina, 1996-98. Ky çmim është plotësisht në përputhje me objektivat që parashihen në ligjin numër 02 L-88 dhe ligjit numër 04 L-0-65. Që këto ligje i ka bo Adelina këtë rast, është juriste. Adelina Melenica. Janë ligjin kuadër të ligjeve në Kosovë. Po. Në kuadër që i ka derivu kushtetuta, apo? E vërtet. Ajo ka qenë pjesëmarrëse në... Ajo ka marrë këto nene. Adelina është ajo që këndoj, që ishte prezente këtu në... Po. Kur mendoni me fillu me këtë? Kur mendoni me startu? Keni para pa ndonjë koncert jubilar, apo si e mendoni? Na imbe që kemi bisedu me kryetarin, do t'jetë një koncert në ditët e diasporës, dhe do t'jetë koncert tradicional, ku përveç themelimit të 30 vjetorit të formimit të shoqërisë kulturore të SIK Hasan Prishtina 1998, do t'jetë promovimi një albumit tim të fundit, dhe pse jo të jeni dhe ju të prani shumë aty, do të kemi kënaqësinë. A do të ketë edhe promovime të tjera? Po besoj. Sigurisht, këngësh qytetit. Po. Me artist, po. Ku mendoni me majtë? Në Shesh? Në Shesh. Në Shesh qytetit. Jo, 5 ditë janë aty për diasporë. Njënën prej atyre ditëve ne ka... Njëna prej tyre, në njënën natë do t'jeni ju. Shoqëria juaj. Po. Po përgatiteni për këtë gjë? Keni përgatitur këngë të reja? Jemi të grupin? Po. Mendoni të performoni live? Por live nuk e di, por që do të performojmë është e sigurt. Gjatë këtyre koncerteve në atë kohë, që ka qenë shumë e vështirë, me mbajt, me të rrethuar me policime, ka ndërhyrë ndonjëherë policia brenda në koncert? Po, shumë herë. Unë aty dishta me të thonë edhe më herët që, për shembull, Ferrati ka qenë kryetar. Ferhat Muli është profesor i nderuar që ka qenë kryetari i kësaj. Kryetari i shoqërisë, dhe ka qenë profesor gjuhës angleze, dhe ai sikur e vjen këtë keq, para 6 muajve kur kemi qenë këtu, ka qenë edhe maltretuar, i nalur mbi polici shumë herë, po kësona pjesë pak ju kemi rrugë, kemi shmangë, mos me për shkak të modestisë. Po, sigurisht. Sigurisht. Si ka pas raste shumë herë, po. Cilat këngë kanë dominu në programin tuaj atëherë? Kënga që këndova në Kosovë vendim i bukur, unë kam këndu këtë këngë. Pandërprej, ka qenë kënga Erdh pranvera dhe behari, këngë të juja, merr një letër nga Kosova veçë. I ke pas personalisht shumë qef këngë të Mahmut Ferratit. Edhe i kam pas profesor? Edhe i kam po në im ka qenë profesor jam. Ka dhënë mësim? Po në shkollën e mesme në normale. A u kon profesor i vështirë, ja? Pak po. Jo i vështirë na im, po shumë kërkues. Mu pëlqen ajo, me qeni rap, nuk do më thonë që i jeti, po, ka kërku do më thonë. Ke vazhdu njësoj si aj, vetë? Me qenë kërkues ndaj nxënësve? Jo mundu. Tash cilën lëndë e jep? Tash jep teknologji. Teknologji. Pse s'mbeten në botën e muzikës? Apo se kishe të mbaruar muzikën? Jo ka qenë tani shoqja kur ka kaluar edhe në drejtimi kënej tani bënëm të ndryshim ashtu dhe metëm në teknologji. A je i lumtur, a je i kënaqur? Absolutisht. Çka mendon kur zgjohesh në mëngjes? Cili është mendimi i parë se po shkon në shkollë? Po, na em këto me lidhë me tekstin muzike, kom një pyetje shpesh që e bojnë me inspirim diçka. Unë e kam inspirim e boj tekstin, e boj ato, e kom një tekst shkruesit. A të kërkojnë nxënësit si t'ju këndosh ndonjëherë? Po kërkojnë, po. A ju kërkon ndonjëherë nxënësve të këndojnë që ta zbulosh ndonjë talent? A të ka ndodhur me nxjerr ndonjë talent? Po, është orientimi i karrierë, na e kemi në kapitull të cilën na duhet me orientu dhe si me shku ata me zgjidh profesionin e jetës, ku me 3-4 elemente do më thonë ata zgjidhin profesionin e jetës. Do më thonë së pari është me dasht, me ditë, me njoft veten, me marrë vendim edhe me vënë veprim. Këtu kur jemi na do të thotë na të kona se kemi ditë këtu, tash unë që i di, po aq shumë e kemi dashur këtë profesion sa që e kemi rrezikuar edhe jetën. Do të thotë kur diçka e don, edhe afrohesh me ditë, po nëse se don, sa afrohesh kur me ditë. Udhimet i bënit me autobus, me kombi, me a keni udhëtuar me traktor? Ja, përveç Ferratit, po më duket se ka pas një farkerin atje këtë kemi udhëtuar. Çish keni mund? Gani, je duke përgatitur diçka të re në botën e muzikës? Kemi, me Astriti kemi bisedu para do ditëve, është interesant... Astrit Halimin Astrit Halimin, të cilën e përshëndesim.
Dhe masi jemi këtu mos harroj, bili tha me kënaci, thash, Astrid, thash, ti tash, përgadite temën e doktoraturës, nuk ka temë ma me vlerë dhe ma kuptim plot se me marrë të temë e doktoraturës Shoqëria Kulturore Artistike Hasan Prishtina 1968. Edhe krimtaria në kohë të vështira. Krimtaria muzikore në kohë luftras. Sepse na këtu kanë dominu gjitha në mes të luftës. Do të thotë, këtu kemi pas këndim, kemi pas aktrim, kemi pas humor, kemi pas skeqe, kemi pas gjitha ka qenë. Ju kemi pas disave musafir këtu, po ku janë ata sot? Janë shpërndane për botë? Po na vetëm me përmena pak ma heret, po disa janë jashtë, po janë edhe këtu shumë mrena, po shembull na kur kemi veprunat ku që nuk e përmenshim para 6 muajve që kemi këtu si grup. Po shembull, edhe pse na kemi pas vështirë, po gjinia femërore në këtë rast e kanë pas edhe shumë më vështirë se na. Po sigurisht. Nëse na kemi pas vështirë, ne ato ka pas do të më vështirë, për shkak të rrethonave që kanë qenë atku. A ka rënë në luftë dikush nga shoqënia juaj? Pjesëtar të UÇK-s? Jo, po familje po, që s'doshta me hija nena. Pjesëtar të UÇK-s? Ka familje po që kanë ra, po në s'doshta me hija nena. Ka edhe familje që kanë edhe të zhdukun këtu, po s'doshta me përmend me anë. Mirë. Gani, çfarë do të na këndosh vazhdim? Do ta këndoj këngën Kosovë vendi i bukur. Këngë e Mahmut Feratit. Të cilën Të cilën e përshëndesim shumë. Jo, ne të të vënë herë, unë kam kënduar këtë këngë së pari si student. A vërtet? Se Mahmut Ferati këndu këngën e Pranverës Behari. Me artistin e njoftën besoj që njihet, ai tash kemi qenë shok të ngushtë Basri Lushtakun. A Basri Lushtakun. Dhe unë këtë këngë kam kënduar si pari si student. A si student? Me tekst dhe muzikë. Se me Basrin në studionit bashkë? Kemi filluar drejtim bashkë, tani pastaj kemi marrë drejtime tjera, përveç drejtimit e kemi përfunduar drejtimin. drejtim. Kush është autori i tekstit? Po thash na unë s'pare kam bënë këtë tekst edhe me muzikë. E ke bë tekstin? Teksti dhe muzika. Edhe muzikën. E jam ja, po të cilën e kam theksu para kësaj herë në Odeon, po sigurisht se kom ajton në men. S'ka lidhje. Po repetitio mater studiorum est. Ose na unë kom theksu para kësaj herë. Repetiton për të shoqëri është incident sui generis unicat. Rast i veçantë i vetëm. E diqim ke pyet incident do më thonë rast. Pse incident? Incident, bravo. Është rast jo i mirë, sepse na kemi qenë një incident, një rast jo i mirë për armikun. Sui generis është incident me qujtë pozitiv për shqiptarët. Po, ndërsa për armikun kemi qenë shumë negativ, shumë jo i këndshëm. Sui generis është i veçantë dhe unikat i vetëm. I papërsëritshëm ose që nuk ka kopje më, është vetëm një, nuk ka dy unikat, i vetëm. Jo, ka pas edhe të tjera shoqëri që kanë. Po, që kemi vepruar luftë na. Ka qenë edhe Bajram Curri. Po, veçën luftë, jo, e plot të tjerë. Mirë, nuk e di që ka pas luftë, që ka performuar dikush përveç neve. Dhe këtë këngë e ka orkestruar te Astriti, sigurisht? Po, te Astriti, po, e vërtet. Tekstin edhe muzikën Gani Hyseni, orkestrimi dhe incizimi Astrid Halimi. Astrid Halimi. Edhe do të na këndoj Gani Hyseni. Të gjitha këngën është interesante, kemi biseduar për me bë ndaj këngë të përpunuar. Hala asnjë këngë nuk më ka dalë e përpunuar. Gjitha këngët janë të reja, do të thotë. Sa që unë kam kënu shumë përpara këngë të përpunuar, po që tash a ditë patëm dëshirë me bëni këngë përpunuar, po prap e lam për ma vonë pak. Për ma vonë. Besoj për koncert tash për koncertin që po vjen, për Mërgatën në Vushtri. Na kena metalion skenën, që të na këndosh, kemi me t'i dhanë duar trokitjet e botës. Juve ju dëshirojmë suksese në synimet tuaja, sepse si duket akoma se keni formsue. Ideja është shumë e mirë, po dohet të merren vendime sigurisht në nivel të komunës. Ju dëshirojmë gjithë sukseset e botës. Faleminderit shumë. Unë dëshira ime në vazhdimsi është që kjo shoqëri të riaktivizohet me një emër, mundet në fundit edhe Hasan Prishtina 96-98, se është Hasan Prishtina në Vushtri, edhe të funksiononin nga se shumë emra, zërat nga më të bukurit, vazhdojnë të jenë të përkushtuar pranë këtij emri e pranë këtij çmimi që pretendoni ta bënin komun. Gani Hyseni. Unë përsëri na ju falenderoj shumë. Po ta lëm skenën. Kemi me të dhënë trokitjet e botës. Ishte kënaqësi që të kishim. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë.
Të lë kur të vetmuar, do të vi një ditë dhe të tjerat, kur prap do t'jemi të lumtur. Do të vi një ditë dhe të tjerat, kur prap do t'jemi të lumtur. Në ty u ritëm dhe u trashëguam, lumin tënë jeta jo në rodhi, por sot kur ty t'kam braktisur, shumicën gurbetin e I morim. Në ty u ritëm dhe u trashëguam, lumin tënë jeta jo në rodhi, por sot kur ty t'kam braktisur, shumicën gurbetin e I morim. Gëzohu Kosova ime dashur, se koha po vjen me lirin, kan me anë një dit, të gjithë dhe të tjerët e jona je, ke qenë dhe do t'jesh, Kosova, Kosova ime dashur. Gëzohu Kosova ime dashur, se koha po vjen me lirin, kan me anë një dit, të gjithë dhe të tjerët e jona je, ke qenë dhe do t'jesh, Kosova, Kosova ime dashur. Gëzohu Kosova ime dashur, se koha po vjen me lirin, kan me anë një dit, të gjithë dhe të tjerët e jona je, ke qenë dhe do t'jesh, Kosova, Kosova ime dashur. Gëzohu Kosova ime dashur, se koha po vjen me lirin, kan me anë një dit, të gjithë dhe të tjerët e jona je, ke qenë dhe do t'jesh, Kosova, Kosova ime dashur. Kosova, Kosova ime dashur. Kosova, Kosova ime dashur. Haroni, diçka? Nuk u të interesonte, a më ishte tjetër, natën e mirë, dhe miru pasim javës tjetër. Janë i mirë, ndroni bukur, të zgjoni në pace, natën e mirë.